A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Lavdet dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Paqja, mëshira, begatia qoftë mbi profetin ton Muhammedin, familjen, gjithë ata që e pasuan edhe pasojnë deri ditën e Kiametit. Vëllezër musliman, zakonisht në përmësime unë I bëj një hyrje kaq kështu të shkurtër dhe të shpejtë për mos me I marr kohë, edhe pse më e mira dhe prej sunetit është që të përdoret ajo domethënë ajo hyrja e njohur, e cila është transmetuar nga profeti alayhi salatu wasalam, por duke qenë se ajo mund na marri pak kohë më shumë, jam mjaftuar domethënë me një hyrje të shkurtër e cila është një pjesë prej asaj. Do vazhdojmë sot inshallah me lejen e Allahut me serinë e mësimeve me shpjegimin e librit Riyadus Salihin, pasi siç e kemi marrë vesh dhe e kemi bërë zakon tash, dita e shtunë është për mburojtjen e muslimanit, dhe dita e diel është për Riyadus Salihin, dhe ne mundohemi inshallah bashkë me njëri tjetrin të përkujtojmë diçka nga fjala e Allahut dhe suneti i profetit alayhi salatu wasalam, duke u munduar që të marrim prej tyre diçka, të përfitojmë diçka, një mësim, një përkujtim, sepse me të vërtet përkujtimi I bën dobi besimtarëve. Sot do qëndrojmë inshallah me lejen e Allahut me një kapitull të ri, I cili është kapitulli I 3 I librit Riyadus Salihin, të cilin autori I këtij libri, Imam Nevawiu, Allahu mëshiroft, e ka emërtuar kapitulli I durimit. Dhe ne kemi thënë që në fillim që renditja e kapitullve ka edhe ajo vlerën e saj. Do të thotë që në fe këto çështje, këto kapituj kanë rëndësinë e tyre dhe janë të kërkueshme, pra është mirë që të vinë me këtë radhë. Pra kemi folur në fillim për sinqeritetin, pastaj folëm për pendimin, tani vjen durimi. Krejt ato janë të lidhura me njëra tjetrën. Kjo është begatia dhe mirësia e Allahut që e ka bërë fen dhe pjesët përbërëse të saja të lidhura me njëra tjetrën në një lidhje që nuk mundet t'i veçojmë. Nëse do flasim për sinqeritetin, ne nuk mund ta veçojmë atë nga durimi. Nuk mund ta veçojmë atë nga pendimi, nuk mund ta veçojmë atë nga namazi, nga haxhi, nuk mundemi. Nëse flasim për durimin, prap nuk mund ta veçojmë nga pendesa, nga sinqeriteti, nga namazi, nga adhurimi. Janë krejt të lidhura me njëra tjetrën. Prandaj ndodh edhe që në një mësim mund të përmendim diçka që e kemi përmendur edhe herë tjetër, sepse e kërkon çasti, momenti, e kërkon argumentimi për atë çështje. Si e ka zakonin imami I nderuar në atë kapitull në të cilin ka ajete kuranore, ka përmendur ajetet kuranore dhe më pas ka përmendur hadithet. Nëse nuk ka ajete kuranore, atëherë ai ka hyrë direkt me hadithet. Në kapitullin që ne kemi në trajtim, cili është kapitulli I durimit, autori I librit ka përmendur disa ajete kuranore me të cilat ne inshallah do qëndrojmë pak më mbrapa, mbasi të bëjmë një njohje dhe një hyrje në lidhje me durimin. S'ka dyshim se durimi është pjesë e besimit, siç e kemi thënë edhe në mësimet e kaluara apo në hutbet e kaluara. Ajo është si puna e kokës për trupin e njeriut. Ashtu siç një trup nuk mund të qëndrojë pa kokën, ashtu edhe feja nuk mund të qëndrojë pa durimin. Ose siç ka ardhur nga Abdullah ibn Mesudi, ka thënë, imani është dy gjysma. Imani është I plot, I përbërë nga dy gjysma. Gjysma e parë është durimi dhe gjysma e dytë është falënderimi. Dhe kjo padyshim është e argumentuar me hadithet profetit alayhi salatu wasalam, siç e dim hadithin e njohur që kemi përmendur disa herë, çudi me çështjen e besimtarit, e gjithë çështja e tij është e mirë. Nëse e godet atë një mirësi, e falenderon Allahun dhe është hajër për të. Nëse e godet një fatkeqësi, duron dhe është hajër për të. Pra, jeta është e përbërë nga dy krahe, nga e mira dhe nga e keqja. Nga hajri
apo nga fatkeqësia? Nga mirësia apo nga fatkeqësia? Pra nëse të vjen një mirësi, cila është pjesa e besimit që duhet bësh ti, është falënderimi i Allahut për atë mirësi. Nëse të vjen krahu tjetër negativ, edhe pse te Allahu nuk ka pozitiv dhe negativ, gjithçka tek Allahu është e mirë. Nëse të vjen një fatkeqësi, ti duron dhe vjen pjesa tjetër, gjysma tjetër e besimit. Durimi është dritë për besimtarin, siç e ka përcaktuar profeti alayhi salatu wasalam në një hadith, e cila e udhëheq në errësirat e sprovave, brengave, fatkeqësive të ndryshme, të cilat çdo njeri prej nesh ballafaqohet me to gjatë jetës. Durimi është garanci me të cilën garantohet suksesi njerëzor, pa të cilin nuk mund të arrihet asgjë. Durimi, sabri, është prej moraleve më të larta të fesë islame. Prandaj, në Kur'an është përmendur më shumë se 90 herë, duke filluar nga ajeti 45 në surën Bekare, e duke mbaruar me ajetin e 3 të surës Wal Asr, të cilin e lexuam në namazin e akşamit. Pra fjala e parë, sabër, është përmendur në ajetin 45 dhe fjala e fundit, sabër, në Kur'an është përmendur në surën Wal Asr. Allahu i lartësuar na ka urdhëruar neve që të kërkojmë ndihmë tek Allahu me durim dhe namaz. Siç thot Allahu i lartësuar, ja ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as sabirin. O ju që keni besuar, kërkoni ndihmë në të gjitha çështjet. Kërkoni ndihmë me durim dhe me të falur, me durim dhe me namaz. Se vërtet Allahu është me durimtarët. Durimi është domosdoshmëri për muslimanin për faktin se është virtyti më i lartë në Islam dhe i vetmi i cili e ka shpërblimin të pakufizuar. Nëse të shikojmë adhurimet e tjera, kanë ardhur argumente me ajete kuranore apo me hadithet profetit alayhis salam, cilat kanë përcaktuar shpërblimi i këtij është ky, kaq, e aq. Përveç durimit edhe agjirimit. Si që dini, agjirimi thot, Allahu është për mua dhe unë është përblej atë. Se sa, a i e di. Gjithashtu, edhe durimi është prej këtyre virtyteve, prej këtyre llojeve të adhurimit, i cili është i pakufizuar në shpërblim. Thot Allahu i lartësuar, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ndërsa durimtarëve u jepet shpërblimi i tyre pa mas. Nuk ka një etalon, nuk ka një mas, nuk ka një sasi, nuk ka një kufi të themi deri këtu është. Absolutisht. Është Allahu e di se sa shpërblime i jep durimtarëve. Gjithashtu durimi është një thesar prej thesareve të xhenetit dhe si të tillë durimtarët në xhenet do të kenë grada të larta dhe do të përshëndeten me selam për shkak të durimit në sprovat dhe vështirësitë e kësaj jete. Thot Allahu i lartësuar, edhe ata që patën durim ndaj të këqijave, për të fituar kënaqësinë e Zotit të tyre dhe që e falën namazin dhe nga ajo me çka ne i furnizuam ata kanë dhënë fshehtas dhe haptas dhe me të mirë e largojnë të keqen, të tillët kanë përfundim më të mirë. Dhe përfundimi më i mirë është xheneti e Adnit, vendet e përjetshme, ku do të hyjnë ata edhe prindrit, gratë dhe fëmijët e tyre, të cilët kanë qenë vepër mirë. Ata do t'i vizitojnë angjujt duke hyrë në secilën derë dhe do u thonë atyre, selamun aleikum, me durimin tuaj gjetët shpëtimin. Sa përfundim i lavdishëm është ky vend. Zoti na bëf për atyre të cilët angjujt do të vinë dhe do të thonë assalamu aleikum. S'ka dyshim se kjo botë nuk është gjë tjetër veç se një arenë sprovash me të cilat njeriu përballet. Janë sfida të ndryshme që ne në çdo ditë i ndeshim. Thot Allahu i lartësuar, Elif Lam Mim, a menduan njerëzit të thonë ne kemi besuar e mos të vijë në sprovë? Ne i sprovuam ata që ishin para tyre. Ashtu që Allahu gjithkush do t'i dalloj ata që e thanë të vërtetën dhe do t'i dalloj edhe gënjeshtarët. Pra, në këtë dynja
do dallohet e mira dhe e keqja, do dallohet besimtari dhe gënjeshtari, i sinqerti dhe ai i cili ka qenë i lukundur. Dhe kjo duke u sprovuar. Padyshim që njeriu është një krijesë e dobët dhe me tmeta. Dhe është normale që të ketë probleme. Dhe për këtë gjë sprovohet me lloj-lloj sprovash, siç ka ardhur ajeti kuranor, të cilin e lexuam në namazin ton. Allah i Rasula thot, ne do t'ju sprovojmë me ndonjë frikë, me uri, me ndonjë humbje nga pasuria, nga jeta edhe nga frytet. Po ti jepu myshde durimtarve, përgëzoj durimtarët. Kjo tregon që ne do sprovohemi me sprova të ndryshme. Ama më i fituari është ai i cili duron, siç është dhe fjala e urtë popullore shqiptare, i duruari, i fituari. Edhe pse ajo padyshim e ka bazën në bazë fetare, ama ka ngelur në popull si fjala e urtë, por që e ka kuptimin e saktë, i duruari, i fituari. Ai i cili duron në të gjitha llojet e durimit, për cilat do ta përmendim pak më mbrapa, ai është i fituar në këtë botë edhe në botën tjetër. Në këtë botë, nga sheri i asaj çka mund t'i vinte nëse nuk duron, dhe në botën tjetër për shpërblimin që ai bën ndaj atij durimi. Durimi ka përkufizimin e tij në ana gjuhësore dhe ana terminologjike. Në ana gjuhësore, dietarët ton është të ndaluarit, të frenuarit, të burgosurit e vetes. Pra e ndalon, e burgos, e frenon veten ndaj diçkaje. Ndërsa në kuptimin terminologjik janë dhënë shumë përkufizime. Prej tyre është një përkufizim të cilin e ka dhënë Ibn Qayyim el-Jauzi, ku thot, durimi është ta ndalojmë veten ton nga dëshpërimi dhe paniku, ta ndalojmë gjuhën ton nga ankimet dhe t'i ndalojmë duart tona nga goditja e fytyrës dhe grisja e rrobave në kohë fatkeqësie dhe stresi. Pra durimi i zemrës, durimi i gjuhës dhe durimi i gjymtyrve, do të thotë durimi i krejt qenies tonë njerëzore. Një dietar tjetër, Ragib Asfahani, thot, sabri në aspektin gjuhësor do të thotë të përmbajturit në vështirësi, kurse në terminologji do të thotë përmbyllja e vetes brenda vijave që i ka caktuar logjika dhe sheriati. Pra ta përmbajmë, ta drejtojmë, ta ndalojmë, ta përkufizojmë, t'i vëmë kufit veteson në ato vija, në ato kufi të cilat i ka përcaktuar logjika e pastër, e drejtë dhe sheriati. Ndërsa Ibn Hajar Asqalani, shpjeguesi i Fethul Barit, autori i Fethul Barit, shpjeguesi i Sahihul Bukharit, kur ka folur për sabrin ka thënë, sabri është pengimi i vetes, fjalëve apo veprave nga hakmarja në rast të dëmtimi. E përmban veten ti nëse dëmtohesh, duron dhe nuk hakmeresh. Por nëse do dinim të vërtetën mbi durimin, ai është përmbajtja e vetes dhe detyrimi i saj nga mos ankimi në vështirësitë që e godasin atë. Mos i ankohesh as robëve, as Zotit, duron. Duke shpresuar shpërblimin e Allahut, të ushtruarit, të serviturit e vetes në bindje ndaj Allahut dhe lënien e harameve, si dhe të kënaqurit me caktimin e Allahut në fatkeqësitë e dhimbshme. Sheikh Uthaymini rahimahullah në shpjegimin e Riyadus Salihinit te ky kapitull thot, durimi apo sabri në kuptimin leksikor etimologjik, pra gjuhësor, do të thot përmbajtje, e përmban veten. Ndërsa qëllimi me të në fe, aspekti terminologjik, është përmbajtja e nefsit, e epshit, e vetes, në këto tri çështje. E para, në nështrimin ndaj Allahut. E dyta, në përmbajtje nga të ndaluarat apo haramet. Dhe e treta, në përcaktimet e Allahut që janë të dhimbshme për njeriu. Në bazë të këtyre
tre ndarjeve, dietarët kanë përcaktuar edhe llojet e sabrit. Dhe kanë thënë, sabri është tre lloje. Durim në nënshtrimin ndaj Allahut, durim në përmbajtjen e vetes ndaj harameve, në mosveprimin e tyre, dhe durim në përcaktimet e Allahut që vinë kur ato janë të dhimbshme për njeriu, kur ndodh një fatkeqësi. Çështja e parë, durimi në atë çka Allahu na ka obliguar, pra në bindje ndaj Allahut, kjo është e njohur. Çdo adhurim që ne kemi, që ne jemi detyruar ta bëjmë atë, sidomos adhurimet farze, kanë ato vështirësitë e tyre. Të marrësh abdes ka vështirësitë e veta. Të falësh namaz ka vështirësitë e veta. Të agjërosh Ramazanin apo agjërim jashtë Ramazanit ka vështirësitë e veta. Të kryesh haxhin me gjithë ceremonitë e tija ka vështirësitë e veta. Të japësh zakatin është vështirësi më vete. Pra çdo pjesë, çdo aspekt, çdo adhurim ka vështirësitë e veta. Për këtë gjë duhet durimi. Kur tham pak më lart, profeti alayhis salam thot, durimi është dritë. Dietarët thot, te kuptimi i fjalës dritë, kjo është një dritë që vërtet të ndriçon, por edhe të djeg. Se thot, çdo dritë ka nxehtësinë e vet. Kështu edhe durimi është një dritë të ndriçon, ama ka nxehtësinë e vet ajo, ka djegësirën e vet. Duhet të durosh ti këtë djegësirë, atë djegjen që ajo të jep, atë nxehtësinë që ajo të jep. Nuk mund ta fitosh dritën nëse nuk duron ndaj asaj nxehtësie që ajo ka. Prandaj edhe Allahu subhanahu wa taala e bën të domosdoshme durimin dhe mundin. Thot Allahu në një ajet kuranor, o besimtar, bëhuni të durueshëm dhe nxiteni njëri tjetrin të jeni të tillë. Bëhuni të vendosur dhe vigjilent në vepra të mira dhe në ruajtjen e kufive, dhe kijeni frikë Allahun që të shpëtoni. Ky është dhe një ajet të cilin autori e ka përmendur në fillim të kapitullit. Ndoshta mund të qëndrojmë pak më mbrapa për ta kuptuar më mirë. Çështja e dytë, për sa i përket durimit apo sabrit nga të ndaluarat, në mënyrë që njeriu ta përmbajë veten nga ajo që ka ndaluar Allahu, pasi që epshi nxit për të keqen dhe fton tek e liga. Njeriu duhet ta përmbajë veten nga të gjitha haramet, qofshin ato më të voglat e deri tek ato më madhoret. Nga gënjeshtra, nga përgojimi, nga haramet e ndryshme, alkooli, imoraliteti, vjedhja, vrasja, të zëmëruarit, pra gjithçka. Duhet ta përballosh veten dhe ta përmbash atë. Dhe padyshim që duhet një mund i madh. Dhe thon dietarët, nuk konsiderohet durim në haram nëse ti nuk je i prirur tek harami. Pra nëse një person nuk mendon ai për haram, e thot unë po duroj, kjo nuk quhet durim. Dikush i cili gjithmonë është i lidhur me Allahun dhe është gjithmonë sa më larg harameve, për këtë nuk konsiderohet durim. Mund të konsiderohet durim pjesa e parë, domethënë në nështrimin e Allahut, në veprimin e adhurimeve që janë saktuar. Ama durim në harame konsiderohet për atë person i cili vetja e tij, epshi i tij, mendja e tij e shtyn, e nxit për të bërë haramin dhe ai e përmban veten. E normalisht që ka sevape, siç ka ardhur hadithi profetit alayhis salam, nëse dikush e mendon një të mirë, e vepron, merr 10 sevape. Nëse e mendon, nuk e vepron, merr 1 sevap. Nëse dikush e mendon një të keqe dhe nuk e vepron, merr 1 sevap. Nëse mendon një të keqe dhe e vepron, merr 1 gjuna. Pra, nëse ti e përmban veten nga gjunahu, do shpërblehesh. Dhe ky është durimi. Durimi i vërtet. Dhe çështja e tretë, lloji i tretë, durimi ndaj përcaktimeve që Allahu subhanahu wa taala ka dhënë për njerëzit, cilat ato janë të dhimbshme, edhe kjo është pjesë e durimit. Siç e tham,
Nëse dikush goditet, i vjen atij një mirësi, ai e falenderon. Dhe të gjithë nëse na vjen një mirësi tërë gëzohemi. Edhe tërë në shumicën e rasteve e falenderojmë Allahun. Dhe nëse e falenderojmë, Allahu na e shton atë. Ama problemi ndodh tek ana tjetër, nëse na vjen një fatkeqësi. Kush prej nesh është me atë gjysmën tjetër të besimit, pra me durimin? Kush prej nesh është prej atyre të cilët Allahu tha, idha asabatuhum musibe qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kur i godet ata një fatkeqësi, thon te Allahu të jemi dhe tek ai do kthehemi. A jemi ne prej tyre në mënyrë që të jemi prej ulaike alladhina hedahumullah? Të janë për ata të cilët Allahu i ka udhëzuar, ata të cilët kanë xhenete, ata të cilët do shpërblehen pa mas, ata të cilët do të jenë të fituar në këtë botë dhe në botën tjetër. Ky është të duruarit në fatkeqësi. Dhe padyshim që të duruarit në këtë pikë reflektohet me 4 gjëra. Ose është në 4 gjendje. E para, të zëmërohet ose të revoltohet. Pra kur i vjen një fatkeqësi, zëmërohet, mërzitet ose revoltohet. Do më të nxehet, pet me revolt, e kthen atë me gjendje të egër. E dyta, të duron. E treta, të jetë i kënaqur me atë fatkeqësi që i vjen. Dhe e katërta, grada më e lartë, të falenderoj Allahun për atë fatkeqësi që i vjen. Dhe kjo është gradë e lartë. Dhe këto janë të lidhura padyshim me gjithë qenien tonë. Të zëmërohet ose të revoltohet arrihet me 3 mënyra. Arrihet zëmërim me zemër, pra zëmërohet në zemër, ama goja dhe dora nuk e nxjerr. Kjo elhamdulillah është shkalla më e ulët e zëmërimit. E dyta, zëmërim me gjuhë. Pra mbasi ai e ka menduar dhe i ka ardhur ajo në zemër, dhe normalisht që zëmërimi vjen prej shejtanit, siç kanë ardhur dhe hadithet prej profetit alayhis salam, e reflekton atë duke e nxjerr me gjuhë, mund të shaj, mund të bërtasi. Dhe ajo më e larta dhe më e rrezikshmja është kur ky zëmërim reflektohet me gjymtyr. Nuk mjaftove me fjalë, po do edhe me duar, mundet e të zihesh, ta vrasësh. Kush duron tek e para, pra tek zëmërimi në zemër, padyshim që është i mbrojtur nga 2 të tjerat, sepse aty është piknisja. Nëse ti e frenon veten tënde në fillim dhe durimi është në fillim të çështjes. Pra erdhi një problem, një çështje, e frenove veten tek çasti i fillimit me zemrën tënde, nuk ke nevojë pastaj as me gojë as me gjymtyr. Ama po kaloj nga zemra jote tek fjala, është rrezik që të kalojë edhe te gjymtyrët. Prandaj duhet me rujt veten tek zëmërimi i parë. Duhet me duru që në fillim fare. Çështja e dytë, të duroj, pra nuk acarohet, nuk zëmërohet, por duron. Dhe durimi në fatkeqësi është duke e përmbajtur veten. Ai personi pra e uren fatkeqësinë, ama duron, e përmban veten dhe nuk nxjerr fjalë të këqija. Duron edhe pse në zemër mund të ndjej dhimbje, ama duron për atë fatkeqësi që i ka ndodhur. Gjendja e treta është të jetë i kënaqur me këtë fatkeqësi sikur mos ta kishte goditur fare. Thot, çdo gjë është caktuar prej Allahut. Përse duhet mërzitem unë? Dhe ky është kuptimi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu jemi tek ai do kthehemi. Allahu na ka prur, Allahu do na marri. Kur erdha unë në jetë, a pyeta unë kënd? Apo a më pyet dikush mua të dal apo mos dal? Baba jem, nena jeme, pjesëtarët e mi, kur erdhe në këtë botë, a i morën leje kujt? Përveç Allahut. Allahu përcaktoi se kur do dalin ata në dritë. Edhe kur do të ikin nga kjo dritë. Pra Allahu e di se kur do vinin dhe kur do ikin. Sepse të Allahut janë dhe Allahu do t'i marri. Atëherë çka ndodh? Do të kënaqesh me atë çka Allahu ka caktuar. Thoj Allah, ky është përcaktimi jot, unë jam i kënaqur me atë që ti më jep. Edhe kjo padyshim që është gradë e lartë, do besim të fortë. Dhe grada më e lartë akoma
edhe kur ti mund të kesh dhimbje në zemër, edhe kur ti shprehesh dhe je i kënaqur me atë përcaktim që Allahu të ka dhënë, po nuk mjaftohesh me kaq, por e shpreh edhe me gojë, duke e falendëruar Allahun lartësuar, duke thënë: o Allah, falënderimi takon ty për atë që am përcaktove, sepse ti je Zoti im. Ti je ai i cili e di më të mirën që është për mua, dhe unë mund ta mendoj diçka jo të mirë dhe ajo është e mirë tek Allah. Siç mund mendojmë diçka të keqe dhe ajo është e mirë, apo mendojmë diçka të mirë dhe ajo është e keqe, siç ka ardhur ajeti kuranor. Për këtë gjë tregohet se një grua e devotshme ishte goditur në gishtin e saj dhe ajo e falenderoi Allahun për këtë. I than: si e falenderon Allahun kur gishtin tënd e ke goditur, pra e ke vrarë? Ajo tha: me të vërtet ëmbëlsia e shpërblimit të fatkeqësisë më bëri të haroj atë dhe durimin e hidhur të saj. Vetëm nga Allahu është suksesi. Kjo ishte pak a shumë një përkufizim, një yrje, një njohje me durimin, sepse nëse do qëndrojmë neve më shumë, nuk do mundeshim ta sqaronim atë gjëre gjatë, sepse çdo njëra nga këto pika ka ajo kohën e vet dhe kërkon ajo shpjegimin e saj. Le të qëndrojmë tani inshallah me ato ajetet kuranore të cilat autori i ka përmendur në librin e vet. Ajeti i parë është ajeti në surën Ali Imran, ajeti 200, ku Allahu thotë: ja ayyuhalladhina amanu sabiru wasabiru. O besimtar, bëuni të durueshëm dhe nxiteni njëri tjetrin të jeni të tillë. Bëuni të vendosur dhe vigjilent në vepra të mira dhe në ruajtjen e kufive, dhe kijeni frikë Allahun që të shpëtoni. Pra Allahu i ka urdhëruar besimtarët në bazë të gradave dhe pozitës së besimit të tyre me këto 4 urdhra: bëuni të durueshëm dhe nxiteni njëri tjetrin që të jeni të tillë. Bëuni të vendosur dhe vigjilent në vepra të mira dhe ruajtjen e kufive. Kijeni frikë Allahun, dhe padyshim mbas frikës do arrini që të jeni të shpëtuar në këtë botë edhe në botën tjetër. Kjo tregon vlerën e madhe që ka durimi dhe detyra që kemi ne si besimtar, që duhet të durojmë ne për veten tonë, por edhe të tjerët të orientojmë dhe të këshillojmë për durim, siç përmendet në surën Wal Asr: wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pra pasha kohën, me të vërtet njerëzit janë në humbje, gjithkush është në humbje, përveç atyre të cilët besuan, bën vepra të mira, e këshillojnë njëri tjetrin në të vërtet, në rrugën e drejtë, dhe këshillojnë njëri tjetrin për durim. Kjo është detyra e çdo njeri prej nesh, që mbasi të beson Allahun, ta praktikojë atë në veten e tij, të këshillojë njëri tjetrin për praktik dhe të këshillojë njëri tjetrin për durim. Ajeti tjetër është fjala e Allahut: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sigurisht që ne do t'ju sprovojmë me frikë dhe uri, me dëmtim të pasurisë, të njerëzve dhe prodhimeve, frytave. Prandaj përgëzoi durimtarët. Allahu na ka treguar që ne do sprovohemi nga të gjitha anët. Qoftë në ana trupore, qoftë në ana shpirtërore, qoftë në ana materiale, qoftë në ana e atyre gjërave që janë më të ëmbla për ne. Qoftë kjo me frikë, qoftë edhe me uri. Dëmtim të pasurive apo edhe me dëmtim të njerëzve, pra duke na marr njerëzit, pra duke vdekur dikush prej njerëzve më të dashur, apo edhe në ato punët që ne bëjmë, në prodhimin që ne bëjmë, frutat e të lashtat e të korrurat tona, prapë do sprovohemi. Një vit nuk vjen fare as i prodhim, dhe kjo është sprovë që vjen prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo tregon që çdo kush do sprovohet, ama më i miri është ai i cili duron. Ajeti tjetër është ajeti innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Vetëm ata që janë të durueshëm do të shpërblehen pa mas. Tu tregohet, siç e përmendëm pak më lart, që Allahu subhanahu wa taala në fjalën e tij pa mas
do të thotë se veprat e mira shumë fishohen. Një në 10 apo në 100 apo 700 apo me qindra mira, gjë që Allahu subhanahu wa taala e di më së miri. Dhe siç e kemi thënë edhe herë të tjera, për shpërblimin e Allahut nuk ka një njësi matse që të themi është kjo njësia matse. Dhe nuk mund ta përfiturojmë neve se si mund të jetë shpërblimi tek Allahu. Dhe këto shprehje, këto fjalë kur përmenden në Kur'an janë fjalë dhe shprehje nga ana gjuhësore shumë të larta. Kur thuhet pa mas, domethënë nuk ka një kufi për te. Ajeti 4 është ajeti kuranor i cili thot Allahu i lartësuar: "Wala man sabara wa ghafara inna dhalika min azmi min azmi al-umur." Kushdo që duron dhe fal, ta di se në të vërtetë këto janë nga veprimet më të virtytshme. Ka kuptimin se kush bën durim ndaj mundimeve të njerëzve, duron dhe u afal gabimet atyre, me të vërtet ka bërë prej veprimeve më të virtytshme, domethënë prej mundimeve dhe vështirësive që kanë nevojë për përqendrim dhe durim, sidomos nëse mundi dhe dëmi vjen për shkak të luftës së tij në rrugën e Allahut azza wa jalla, për shkak të nënshtrimit dhe përkushtimit të tij. Mundimet e njerëzve kundrejt tij kanë shkaqe të shumta dhe të ndryshme. Nëse shkaku i tyre është nënshtrimi yt ndaj Allahut azza wa jalla, lufta në rrugën e tij, urdhri për të mirë apo ndalimi nga e keqja, njeriu shpërblehet në dy mënyra: për shkak të mundimeve që i shkaktohen atij, dhe e dyta për shkak të përqendrimit të tij në këtë nënshtrim dhe mundimeve që e bën atij si rrjedhoi e këtij nënshtrimi. Një besimtar apo besimtare, nëse ajo kur shahet, kur ofendohet, duron për hir të Allahut, padyshim që ajo i merr të dy lloje shpërblimesh. E para merr shpërblimin për veprimin e asaj çka po bën, pra atij adhurimi. Dhe e dyta, shpërblimin e durimit ndaj asaj çka po i bëhet për shkak të atij adhurimi. Dhe ky ajet nxit për durim ndaj mundimeve të njerëzve si dhe për falje prej atyre që i bën keq atij. Mirpo duhet të dihet se falja e atyre që të bën keq nuk është e lavdëruar gjithmonë. Pra jo gjithmonë du t'i falësh njerëzit. Ama është cilësi e mirë. Wal afina anin nas, el kadhimin el ghaidhe wal afina anin nas. Kush janë ata të mirët? Ata devotshmit, ata cilët e përmbajnë veten e tyre në zemërim, dhe ata cilët i falin njerëzit. Por që të ndodhi kjo, do një besim të fortë. Nëse të shanë dikush, a jenë gjendje ta përballosh atë? A jenë gjendje të durosh? Jo gjithkush prej nesh mund ta bëj atë. E pakta gjë në zemrën e tij do zjej diçka. Dhe po kaloj nga zemra te goja, mund të kaloj edhe te gjymtyrët. Edhe mund të ndodhi pasaj që ta bësh në isherë atje në mes rrugës me dikë që të ofendon. Ama nëse duron për hir të Allahut dhe jo gjithmonë, sepse ndofta kur ti duron gjithmonë mund të konsiderohet kjo si një dobësi e jotja, por atëre kur duhet t'ia tregosh vendin çdo kujt me mënyrën e mirë, me mënyrën e butë, me atë mënyrë si duhet, t'ia shpjegosh atij. Nëse dikush merr vesh me të butë, ja thua me të butë. Nëse dikush nuk merr vesh me të butë, atëherë ja tregon atij ashtu siç e do ai. Por më e mira është siç thuhet itfa billati ahsan. Shtyje tutje sherin me atë çka është më e mira. Mundohet si pas gjendjes e gjen çka është më e mira dhe e shtyn sherin tutje. Ajeti tjetër, ajeti 5, është ajeti ja ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-sala innallaha ma'as-sabirin. O besimtar, kërkoni ndihmë për veten nëpërmjet durimit dhe namazit. Në të vërtetë Allahu është me durimtarët. Kjo është një këshill. Është si tu është një formul prej Allahut të lartësuar për të na treguar neve se si të dalim nga një situatë që mund të ndodhemi, në një problem, në një hall. Si ta gjejmë zgjidhjen? Kjo është një prej formulave, se formulat janë shumëta.
Ajete kuranore të shumta na tregojnë ne si dalim nga halli, siç e kemi përmendur edhe në hutbën e kaluar. Kush i friksohet Allahut, Allahu i bën rrugdalje, e furnizon nga nuk ja merr mendja, ja leçon çështjet, pra frikën ndaj Allahut. Në këtë rast, Allahu na tregon neve, kërkoni ndihmë për veten tuaj, për çdo problem që të keni, për çdo hall që të keni, me durim dhe me namaz. Ke një hall, një problem, fal namaz. Duro ndaj asaj vështirësia, atij problemi që ke. Dhe s'ka dyshim se mbas vështirësisë vjen lehtësimi, siç ka ardhur ajeti kuranor. Dhe në fund të ajetit është fjala në të vërtetë Allahu është me të duruarit. Dhe kjo është prap një cilësi e lartë, një vlerë e madhe që i shtohet durimit, që të jetë Allahu me ty. Të jetë Allahu me ty do të thotë është, domethënë, një gradë e lartë dhe ton dietarët shoqërimi apo mbikëqyrja e Allahu subhanahu wa taala ndahet në dy lloje. E përgjithshme që përfshin çdo njërin prej nesh, që është e përmendur në fjalët e Allahut, ai është me ju kudo që jeni, pra me dijen tuaj, me dijen e tij, dhe ky shoqërim është i përgjithshëm dhe përfshin gjithë krijesat. Ndërsa shoqërimi tjetër i veçantë është shoqërim apo mbikëqyrja e veçantë, ajo e cila ka në vetvete, kuptohet në vetvete ndihma dhe miratimi. Dhe kjo padyshim është e veçantë për pejgamberët alayhi salatu wassalam dhe pasuesit e tyre. Pra nuk është për çdo njeri, është për ata të cilët Allahu subhanahu wa taala ka thënë, vërtet Allahu është me ata që e kanë frikë dhe që janë punë mirë. Allahu është me durimtarët. Edhe shumë ajete tjera të cilat na tregojnë neve se Allahu subhanahu wa taala është padyshim me njerëzit e mirë, me të devotshmit. Ajeti i fundit, ajeti i 6, është ajeti وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Që do të thotë, ne do t'ju vëmë në provë ju derisa t'i njohim ata midis jush që luftojnë në rrugën e drejtë dhe durojnë, e derisa të provojmë ato që thuan për veprat tuaja. Ne do t'ju vëmë në provë, do të thotë se do t'ju provojmë. Kjo është el ibtila, ka qëllimin provim, do vijeni në provë. Për këtë Allahu subhanahu wa taala në ajet tjetër thotë, sikur të donte Allahu, do t'i shkatëronte ata, por ai dëshiron t'ju sprovojë me njëri tjetrin. Ai nuk u humb veprat atyre që vdesin në rrugën e Allahut. Ai do t'i udhëzojë ata, do t'u përmirësojë gjendjen, dhe do t'i shpjerë në xhenet, të cilin u ka bërë të njohur më parë. Dhe padyshim që Allahu është i dijshëm për çdo kënd, edhe pa i sprovuar ata. Ama kjo për të qenë argument për njëri tjetrin, për ne, që ditën e Kiametit askush prej nesh mos të ketë justifikim për atë çka ka bërë. Para Allahu subhanahu wa taala, kur ne jemi vënë në provim, dhe kush ka shpëtuar nga ky provim, ai do marrë shpërblimin e tij, dhe kush nuk e ka kaluar këtë provim, ai do të marrë prapë shpërblimin e tij. Në ditën e Kiametit, mbasi na ka ardhur rruga e drejtë dhe rruga e shtrembët. Na kanë ardhur profetët, na kanë ardhur librat, na ka ardhur gjithçka e qartë. Allahu na ka krijuar në formën më të mirë, na ka dhënë sy, duar, këmbë, vesh, mendje, zemër, shpirt. Pra na ka kompletuar nga të gjitha anët. Nuk ka me justifikim për njeriu të thoj, o Allah, po unë nuk dija gjë. Mua nuk më erdhi askush me më thënë, kjo është rruga e drejtë, kjo është rruga e gabuar. Nuk ka. Gjithçka është përcaktuar, gjithçka është e qartë, çdo gjë do vetëm ta njohësh atë. Dhe nëse ti eth një hap në njohjen e Allahut, Allahu afrohet te ty shumë më shpejt. Siç ka ardhur dhe hadithi kuts, cilin e kemi përmendur edhe në mësimet e kaluara. Ama ai i cili afrohet te Allah
Ndërsa ai I cili ri larg, Allahu ka për ta lënë larg atë. Kush e haron Allahun, Allahu ka për ta haruar atë. Normalisht ka për ta haruar atë në atë botë. Nëse në këtë botë do t'i japi atë çka I takon, mund ta shikosh një qafir ka një pasuri ai maramense. Allahu ja ka dhënë atij. Ja ka dhënë si sprov. Ja ka dhënë atij që të mendoj nga I ka ardhur kjo, ai ka ardhur nga vetja e tij apo jo. Dhe nëse ai kthjellohet edhe e kupton vërtetësinë se nga ka ardhur, atëre nga kufri kalon në besim dhe padyshim që do jetë I shpëtuar në këtë botë edhe në botën tjetër. Siç tham në fillim të mësimit, ajetet cilat përmenden për durimin janë shumëta, më shumë se 90 siç ka thënë edhe autori I librit, duke filluar nga surja Bekare deri tek surja Wal Asr. Ne mjaftohemi me atë që përmendëm sot. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të kemi thënë diçka nga ai oqean I madh I dijes, oqean I pafund I fjalës së Allahut. Inshallah ne kemi marrë një pikë prej saj dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që të na shpërblejë neve për atë që themi, na bëj prej atyre të cilët themi fjalën e drejtë dhe e zbatojmë atë, na bëj prej atyre të cilët janë të durueshëm në të treja llojet e durimit, të durueshëm në adhurimin ndaj Allahut, të durueshëm ndaj përmbajtjes së vetes në veprimin e harameve, të durueshëm në përmbajtjen e vetes gjatë vështirësive dhe fatkeqësive të cilat na vijnë ato prej përcaktimit që Allahu ka bërë për ne në ato që kanë janë më të dhimbshura, më të dashura për ne, dhe padyshim nëse do jemi prej durimtarve, Allahu subhanahu wa taala do të na shpërblejë neve në këtë botë dhe në botën tjetër me shpërblime të pafundme, siç e ka thënë bigajri hisabin. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na shpërblejë neve bigajri hisab, pa mas, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala të na falë neve prindrit tan, gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo qofshin, dhe të ndihmoj çdo kënd I cili ka nevojë për ndihmën e tij. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të bashkojë fjalët e muslimanëve kudo qofshin ata dhe të bëjë qëllimin e vetëm të besimtarëve të jetë ngritja lartë e fjalës la ilaha illallah dhe e fesë së tij, dhe të largohen ata prej përçarjes dhe prej atyre veprave të cilat të çojnë në përçarje, pasi shtylla kryesore e besimit është vllazëria, siç ka thënë edhe Allahu I lartësuar, me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Nëse çdo veprim tjetër çon në prishjen e këtij rregulli, atëherë nuk ka vlerë ai veprim tjetër, qoftë edhe ai edhe prej adhurimeve, qoftë ai edhe prej veprave të mira, qoftë ai edhe prej atyre çështjeve që dikush mendon se është duke bërë mirë tek Allahu, por nëse kjo e mirë të çon tek prishja e këtij rregulli I cili është prishja e vllazërisë, padyshim që nuk ka dobi ajo. Çdo gjë që duhet të veprojmë, duhet na çojë tek vllazëria. Lutim Allahun subhanahu wa taala të bashkojë zemrat tona, trupat tan, dhe ashtu siç jemi në këtë botë, në këtë dynja me vllazëri, të na tuboj edhe në xhenetet e tij të begata. Dhe duaja e fundit është elhamdulillahi rabbil alamin, paqja dhe bekimi mbi profetin Muhammedin alayhi salatu wassalam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yashkur